Gerta Gexhari ishte njëra nga banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, që krijoi situata të ndryshme, por rrugëtimi i saj përfundoi në gjysmën finale. Pas eliminimit, ajo është lërmëruar në Instagram duke falendëruar të gjithë mbështetësit e saj. Për më tepër, Gerta falenderoi dhe produksionin, të cilët i dhanë mundësi të bëhet pjesë e këtij reality show. Pas një udhëtimi të gjatë të paharrueshëm, dola nga shtëpia me zemrën plot mirënjohje. Faleminderit secili prej jush që më keni përkrahur, që më keni qëndruar pranë me fjalë, votë dhe dashurinë tuaj. Kjo përvojë do të ishte krejt ndryshe pa mbështetjen tuaj të jashtëzakonshme. Ju jeni forca dhe frymëzimi që më kanë mbajtur të fortë deri në fund. Një falënderim i veçantë shkon për produksionin që më dha mundësinë të isha pjesë e formatit më të ndjekur në Shqipëri, sepse unë kam fituar gjën më të rëndësishme që është dashuria e publikut. Ledion Liço, Sara Hoxha e juaja Gerta Gexhari, shkroi ajo në profilin e saj në Instagram, duke dëshmuar se tani më e ka pranuar humbjen. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.